Sot do shkoj të rinovoj kartën e identitetit. Do bëj make-upin sepse do bëjmë atë foton edhe duam të dukemi bukur. Sa jam zgjuar. Kjo foto sot duhet të dalë e bukur me patjetër, sepse atë foton që kisha te karta e identitetit të parë dhe që kam dhe te pasaporta o sot. Sot sa shëmtuar kam dalë, nuk u shpjegoj dot mjaftueshëm. Te karta e identitetit kam bërë 2 gërsheta. Dhe këto gërsheta ti mbaja këto bishtat e gërshetave i mbaja këti nga mbas dhe dukesha sikur s'kisha flok. Dhe kam qenë e vogël dhe kisha lyer syt vetëm me laps të zi edhe kisha bërë madje edhe një cep të vogël këtu në fund. Nuk njihem, asu nuk e njoh veten aty. Ndërsa te pasaporta kam qenë më skandal. Jam më skandal se më ka skaduar akoma, mezi po pres të skadoj. Kam bërë një topuz, pa atë topuzin e kam bërë aq poshtë, e kam bërë këtu, nuk e kam bërë as këtu sipër, që të dukej të pakten. Dhe unë duket sikur jam një djalë, jo një vajzë, pa flok, e pa lyer fare. Kam qenë super e dobët dhe këtu të prera në maksimum këto të fytyrës, këtu nga që kam qenë 2 lek njeri, e nxirr nga plazhi, zot, nuk ka ku të vi më keq se aq. Kur çonte mushka që bënin foto të tilla, por nuk ndodh më ky gabim, do rregullohemi, do bëhemi të bukura. Kam bërë foton e diplomës dhe më ka dalë shumë mirë. Domethënë shumë mirë, ka dalë kënaq. Edhe tek fotoja e patentës kam dalë tmerrsisht shumë keq. Zot, sa keq kam dalë dhe aty. Që aty u rregullova, u lyeva, po më dolën çik jashtë planit disa gjëra. Tani, unë jam me syze optike, sepse unë nuk shikoj nga larg. Dhe patjetër që raporti mjekësor mua më kishte nxjerr me syze optike dhe kur shkova atje unë nuk i kisha marrë syzet e mia me vete. Edhe më thot ajo vendos syzet, më thot mua ajo se që të bëjmë foton, i thash unë nuk i kam marrë syzet. Tha, duhet të kesh dhe syzet, tha, te foto. Unë nuk i kisha marrë, dhe ajo kishe një palë syze aty, pa ato ishin syze të shëmtuara. Edhe tha, okay, vendos këto, tha, dhe unë kam dalë me ato syze. Po jore, thash, dhe një herë që doja unë të rregullohesha të dilja bukur, do dilte një gjë, ajo më çoi syze. Karta rinovohet një herë në 10 vjet, kështu që do bëjmë më të mirën. Na duket fytyra snatched, na duket shumë si efekt, o zot, ky vjen era çokollatë. Do njëra atër kur përgatitesh më mirë, atër të dalin më keq. Do përpiqem që të bëj një bazë sa më të pastër, do një bazë sa më të pastër do bëj. Në të gjithë bronzerat që kam përdorur, ky i Too Faced i mrekullueshëm. Domethënë shkrihet vet. S'ka nevojë fare që ti ta punosh shumë. Shikoni. Kush më shikon mua kaq të lyer që në mëngjes. Paradite domethënë se aq mëngjes nuk është ora 12. Imagjinoni mos më dali as një foto e saktë. Do vras veten. Okej, dhe vendosa dhe eyelash extension, tani do heqim pudrën. Unë do rregulloj pak flokët, do vishem, do vi do përfundoj te buzët edhe rikthehemi prap. Okej, ky është edhe luku përfundimtar. Shpresoj të më dalin mirë fotot. Një foto do bëj unë, po nise, unë do va tregoj kartën e identitetit kur ta nxjerr. Kështu do rri. Shkrepe, sa kam flokët mirë. I ka ju puth.